Përshëndetje të dashur miq, jemi sërish bashkë te rubrika Kuzhina e familjes. Po shohim që ka lullzu pranvera, jemi zyrtarisht në pranverë, edhe na I kemi ndru ngjyrat në studio. Kemi sjell detox, fruta, perime, freski. Ma në fund, e lam dimrin, I lam festat, e lam bajramin, I lam krejt edhe normal tash në momentin që fillon me rrezu dielli, na automatikisht kena me mendu për vijat e trupit, edhe kena me mendu që gjatë verës me konë sa ma mirë për plazh, sa ma vital, edhe mu duk sa ma bukur. E dim që gjatë sezonit dimrit kemi pas edhe shumë festa, është vetë koha, natyra, vetë organizmi është pak ma I dembelaut një farforme, plus nuk kemi pas ushqimet fresta edhe shumë, edhe kështu që kemi arrit nashta me shtu pak pesh, ose kemi arrit muni pak ma rënd me organizmin. Realisht ta shkoha e pranverës vjen edhe pjesa e alergjive, na bjen imuniteti për shkak që fillon me ndru ushqimi, zgjatet dita, ndrojnë temperaturat, edhe në këtë periudhë na kemi nevojë me ndihmu proceseve të trupit detoksifikuese me ushqim edhe me, domethënë, rutinën tonë ditore me vaktet tona. Më thënë, ekskluzivisht sot, në këtë epizod kemi me folë për imunitetin gjatë pranverës, kemi me bo zgjidhje se qysh me ngrit këtë imunitet edhe të njëjtën kohë, qysh me ndihmu mi hek ato yndyrnat e teprume, atë djamin e tepërt edhe peshën e tepërt që e kemi shtu gjatë dimrit. Të pas parasysh që shumica prej juve e zgjedhim kryesisht shpejtën edhe gatshme, kom pas shumë asi komente se kërkesa që mëj me përdor diçka, mëj me përdor naj qaj, ose a mëj me përdor të fundit ata që janë shumë obez ose kanë shtu shumë pesh, ata marrë Ozempikun, që me heket pesh ose ata bëjnë një operacion të lukthit për shkak që u tepru me peshen. Atëherë ne sot para jush po du me prezantu recetën e Ozempikut natyral, I cili vepron të 3 hormonet kryesore njëjtë qysh vepron edhe Ozempiku. Një farforme e neutralizon hormonin e uris, edhe e rrit ma shumë hormonin e ngopjes, edhe në këtë rast neve në ndikon nëse veç e marrim si vaktin e parë mrena ditës këtë lloj kombinimi, atëherë në ndihmon që me e rrit procesin e detoksifikimit të melçisë, edhe të njëjtën kohë në ndihmon me aktivizu procesin që shkrihen ma shumë yndyrnat e teprume. Çka përmban kjo recetë? Ka me qenë një lloj smoothie që përmban kryesisht perimet e gjelbërta dhe frutat e gjelbërta. Baza e recetës është selino, pastaj spinaq, lajm, limon, mull e gjelbërt, xhenxhefil dhe kastravet. Gjithashtu edhe magdanoz, për shkak që me ndihmu procesin e detoksifikimit edhe të veshkave. Pa hub kohën, po vazhdoj me procedurën. Më thanë, procedura është shumë e thjeshtë, vetëm kemi mi gri se cilën prej perime në forma qysh do që e keni të përshtatshme, qysh do që e keni blinderin për blurje, edhe mi shtu vetëm ujë.
e blurja. Ata që kam problem, konsistencën, kështu me pi, atër mujnë me filtru me një pulluse ose me çka do që i përshtatet, po ideja është me përdor komplet kështu, për shkak se nëse veç që marrim vetëm langun, atëherë ndikan i largojmë kryesisht fibrat edhe bioflavonoidet që i përmbajnë limoni edhe lajmi, na largohen prej smoothie. Nëse veç sidomos në fillim, nëse veç e keni problem me përdor bëmënej kështu të trash, muni me blu hala ma shumë si pas dëshirës. Do më thamë për ata që dojnë me ngrit imunitetin, një smoothie ideal për ata që dojnë mu dobësu, një gotë e tillë në mëngjes, kryesisht para çdo vakti, faktikisht, nashta një orë masive që jeni zgju, e rregullon nivelin e insulinës dhe të njëjtën kohë i ndihmon trupit që me u detoksifiku edhe me i shkri kryesisht yndyrnat e tepërta. E rëndësishme është shumë jo vetëm kjo, nuk mujna me thonë që më ka ra imuniteti edhe për marrë smoothie Ozempic që e ka pi Albulena ose po du mu dobësu. Realisht ka shumë rëndësi se qyshe menaxhon sasinë e ushqimit brenda ditës, gjithashtu cilësia, vlerat ushqyese që i merr dhe sa vakte i merr. Me rëndësi është me fillu dite me këto edhe të njëjtën kohë më mundu me eliminu kryesisht dietë e gazume, sheqerna të shtume, bukën e bardhë, e di që çdo herë unë protestoj edhe nuk e du absolutisht përdorimin e bukës së bardhë, kryesisht to me evitu, mos me hongër shumë vonë. Për ata persona që kanë problem pak ma shumë, muj me përdor edhe në mëngjes edhe në mbrëmje, më thonë nuk prish punë, ruhet deri në 3 ditë në frigorifer, po për shembull jo prej kësaj e qet me një shishe qelçit, e mbyllni mirë edhe normal që ato të njëjtën e përdorni brenda ditës. Krejt çka du me shtu është, një një të lirë me na kontaktu, kjo është periudha që nashta mas shumë t'i keni nevojë për neve, qofte familja jonë në të gjitha portalet, në portal, në Instagram, në Facebook, në TikTok, gjithashtu edhe në YouTube mund t'i gjeni të gjitha videot e plota, edhe gjithashtu edhe tek Instagrami me Lenën. Na kontaktoni, mos hezitoni dhe jemi këtu për mi ju ndihmu. Krejt çka dimi ju thonë, miru pafshim në epizodet e radhës edhe vazhdoni me qëndru me ne dhe me na përcjell çdo të diell.